Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini te gabimi i radhës. Kjo është makina ime më e re, gabimi më i bukur që kam bërë ndonjëherë. Ky është Maserati Quattroporte S Executive GT i 2009-s me këtë ngjyrën Rosso Mondial, që është ngjyrë shumë e veçantë, shumë pak makina ka si këto, me këtë ngjyrë janë super të ralla. Është versioni facelift i Maseratit Quattroporte, dhe më i mirë që mund të morësh edhe si më të fortat. Ka pasë GTS-ja është më lartë se ky, po kjo S-ja, sidomos Executive GT, prapë është si sweet spot. Edhe unë jam i lumtur me këtë që kam marrë. Është makina më e mirë që kam pas deri tash. Edhe makina që më pëlqen më shumë për momentin. Është pak e pa lame, unë e kam la, po prapë tu ka qenë kohë e keqe dhe është bopis. Ta shohim edhe motorin, se ajo është pjesa më e veçantë. Kjo është pjesa më e rëndësishme e makinës. Ky është motori F136, i bazuar te Ferrari. Është motor që është përdor edhe te Ferrari F430, California, te 458 Italia. Jo njëjti identik, të është crossplane, kurse atë janë flat plane te Ferrari. Po, mjaftueshëm për të thonë që ka motor Ferrari, besoj është. Tu ka 435 kuaj, se është 4.7, kanë pas edhe 4.2 në fillim kur kanë dalë. Te GTS ka 420, 5 kuaj më shumë. Pastaj ka pas te Gran Turismo më të stradale ka pas edhe më shumë kuaj. Po mjafto për këtë makinë. Qofse edhe ju jeni si puna ime dhe keni qef me ble makina në mënyrë spontane, pa u menuar shumë, mirë është që para se mi ble, mi kontrollu në Car Vertical, linkun e keni këtu poshtë me 20% ullje. Mund të përdorni ose kodin Alcar CZ, edhe isoj do keni 20% ullje. Car Vertical është program që u jep gjithë historikun e makinës, a ka pas aksident, a ka qenë përdorme si taksia, është e vjedhme, gjitha. Mjaftot të fusni numrin e shasis ose targat qofse është në Angli. Gjeta i makinë që ishte lirë, S-Class W222 facelift i 2018-s, dhe më duk goxha lirë për tregun, ishte një 16-17.000 pound. E futa targën për ta pa në Car Vertical. Kjo për shembull deri tash duket mirë, 84 nga 100 e ka vlerësimin. Po del që ka damage, ka qenë në përplasme, nuk ka probleme me kilometrat, nuk ka probleme me bankën, se ka dhe që janë morë me bankë me kredi dhe s'janë paguajtur, momentin që e ble ty të kalot ty e pastaj detyrimi. Në shumë raste, t'jep edhe foto kur ka qenë makina e përplasme, në prankande ku ka dalë, ose t'jep edhe foto kur ka qenë në shitje, edhe sa lek ka qenë në shitje, por që ja vlet, t'jep edhe grafikun e kilometrave, si ka bo kur ka luhatjet kilometra, për shembull kjo i vit ka bo shumë, pastaj s'ka bo fare, i shef gjitha dhe t'i jep raporti aty. Gjithmonë, para se me dhonë lekt dhe me ble makinën, mirë është me harxhu pak kohë, me i bo këtë Car Vertical, që të mos shkosh kot tu më shkohen edhe të marrësh makinën që do ti, jo i makinë të përplasme dhe me probleme. Mos harroni, linkun e keni poshtë. Kjo është prurja më e re e koleksionit tim të lodhur të makinave. Po kjo është më e mira që kam marrë deri tash. Makina që më pëlqen më shumë. Është pa plan. Të ma qoj shoku i Maldi, ai ka meritat që e kam këtë makinë. Ai e di që kam qef Maseratit dhe thjesht ma qoj si link. E pa është direkt me të parën, vetëm për ngjyrës. Vendosa më e marrë direkt, edhe me zor kam prit derisa i kena marrë. Ai burri huj nuk priste, ishte pak larg ai shoku jon vënon të për të shku pak, fola vet, i thash prit, se do e mor unë tha nuk pres, kush të vije i pari, tham kanë shkujt 50 vet, kush të vije i pari do e marrë, tha. Pak me fat, pak me të nxitu me i qik, pak me të shtyme, po arritëm me mor i pari. Është Maserati Quattroporte S Executive GT. Është me 4.7, është facelifti, po nuk është si GTS-ja. GTS-ja ka një 5 kuaj më shumë. Kjo ka 435, GTS-ja ka 420. Kjo stok është, se si ka bona gjoj, po i ka vu Uturu X-Pipe, që më ka pas të regu. 150.000 km ka. Se ka nëjë probleme, kam kontrolu, nështë mund të ketë nëjë gomin para, që doja bëj. E kam përdor pak këto dit, pak. Sa kam pas mundësi e kam përdor se më pëlqeja shumë. Shumë makinë bukur, nuk e di. Më thonë është qofse se kthe kokën kur parko makinën, më thonë nuk ke makinën në dur, me këtë rrito e pa gjatë masi e parkoj, jo vetëm me kthe kokën. Është se di, ndoshta më vonë del nga qefi, po se besoj, është shumë makinë e bukur. Për mendimin tim makina më e bukur me 4 dyrë,
Edhe këto që kanë bërë review që kanë pa, këto i thonë si Ferrari me 4.2. Se motori është i bazuar të motori Ferrarit. Dhe ja bëj ca shërbime vetë, gomat mrapa kanë nevojë për të ndru. Nuk është përdor shumë, sidomos të vitet e fundit. Kjo kanë ditë në garazh më shumë. Për 3 vjet janë bërë 1.000 kilometra ose më pak. Se e kam pa në Carfax, se kam folë edhe ma të pronarin. Më pëlqeu që më tha, të lutem maje mirë, kujdesu për makinën. Kjo pjesa më pëlqeu, thash okej, edhe kjo pas kam majt. Tash këto i kanë ca gjona, kanë të pjesët plastike të butonave, e kanë si smunje, edhe këto e Ferrarat e Range Rovera. Po edhe këto dhe shofim qa mu të rregullojmë, mi pastru, për mi bo tamam, ka e qik kosto se duen të shmontu, po ta shofim, avash. Tash për shembull që mora këte, ndihem më mirë që s'mora atë Bentley në kuq, po pas ka qenë e shkryt me që ta mori makinë të kuqe, po 100 herë më mirë këte sa atë Bentley, 100 herë më mirë. Për mendimin tim më e veçantë është kjo se Bentley. Plus që ajo kishte edhe probleme, nuk e dishim a 20 as 20, kush e di si do kishte shkuaj lloj projekti. Tashi te kjo video po bëj edhe një update të situatës makinave aktuale, cila është akoma të prit më ly, janë bërë ca gjona. Se kom morë me të shpejt, se s'kom as ku i parkoj me thonë drejtën, edhe avash, sa gjej, sa t'i sistemoj. I kam marrë edhe i paldisje Segin, du t'ja vej ato, se ato i shkojnë. Dhe asjel nga Anglia, t'ja bëj edhe ato, që kur t'marroje, t'ja vej, se ato i shkojnë më shumë se këto që ka. Ka dillau ku, se di, do ke dalë review i vetë të kjo video, s'do ke dalë, ja kam bërë review-n, e mora nga servisi, ja bona gjitha këto shërbimet. Po, i ditë mas review, fitu me Serbin edhe dola për të festu duke xhiru gomat. Po i majta më shumë se që duhet duke të xhiru, i kam boj dëm të kamjoja, nështë e fus në pjesë shkurtër. Këtu nuk punot tamam, e kam qunë servis prap, inshallah po bëhet kamjoja që ka. To zanisht kanë kamjot fort, po se di që e ka gjetë. Prishet njona vjet tjetra, kështu po më shkojnë mus, po hecin gjitha fix, po qa të bëjmë, hekra janë këto. T'jena mirë vetë. Ja. Kjo është makinë. Po, kam edhe këto makinat në shitje që halas, po i postoj, duhet me gjithë kohën t'i postoj, kam ca. Nja 2 i kom shit, po kam ca tjera që si kam shit akoma, si kom postu akoma. Kom shit C-klasin, kom shit Range Roverin. Për Range Roverin nuk është se e kisha shumë me qef me shit, po bon shumë, ajo më pëlqente. Për deli, ajo më pëlqente me thonë drejt nësi makinë për ditëshmërie, po s'kam ku i qoj kreta, s'mune me i majt kreta, s'kam mund s'hit me i pas, e kisha morë edhe Range Rover tjetër për ditëshmëri, po. Tashin shitje kam i Volvo XC60, kam i Touareg, i X5, edhe Kian që mora nga Anglia që e solla me Carrel, është bo, tashi puno super fare, s'njet hiq, është fix si që duhet. Kështu që dhe shojmë, dhe i bëj dhe këto, dhe i bëj review-et, dhe i postoj edhe te faqja shitjeve të makina, që është Alcar Sale. Te faqja Alcar Parts me pjesët, do të me fillu më morë pak më shumë. Kam bleje shit pjesë për goxha shumë njerëz, po s'më kara edhe ko me postu këto që janë shit, e mi tregu tamam si që duhet, po tash do filloj të fokusohem pak më shumë. Kështu që kujdo që i duhet në e pjesë, që s'pëj gjejt do të tu, ose i kanë thonë shtrejnë, let më shkruje edhe ja gjejmë pa tjetër, qofse ekzisto, diku ajo e gjejmë, ku do që tjetë. Të shi plani me Maseratin është t'i ndroj gomat, t'ja rregulloj këtë sensorin, t'ja ndroj këtë sensorin që ma qekun nez, dhe i bëj post komplet makinës, që të shkëlqeje fare pastaj. Di se të shof, në që se kanë nevoj për në e gjo, se dia me i ly ajo, s'jam shumë fans i të lymeve diseve, me gjithë në e okazion në e pel disje GTS-je, më mirë mund të kisha reziku me ato, po në vash, kjo është me Terezi.